Personat që hanë vezë të zjera në mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do befasoheni. Veza nuk është para arsye një nga ushqimet më të mira si për të vegjëlit, ashtu edhe për të rriturit. Është një nga ushqimet më të mira dhe të fuqishme që mund të keni në shtëpinë tuaj dhe mund të hani me dëshirë në çdo vakt. Ndryshe nga sa thuhet, vezët nuk ndikojnë në kolesterolin e keq. Janë një nga ushqimet e preferuara të njerëzve që merren me sporte dhe arsyet janë të shumta. Sigurisht që nuk duhet të hahen të zhytura në gjalp, por vezët e zjera janë një nga zgjidhjet më të mira për shëndetin tuaj. Ato do të ofrojnë këto përfitime. Rrisin energjinë e trupit, përmirësojnë funksionet e mëlçisë, ndryshe nga sa thuhet, vezët nuk ndikojnë në kolesterolin e keq, përkundrazi rrisin kolesterolin e mirë, përmirësojnë shikimin, t'i japin ndjesinë e ngopjes dhe na bëjnë që të hamë më pak gjëra të tjera. Nuk kanë gluten dhe forcojnë kockat dhe muskujt tuaj.